Në trevatet e Tovës dhe Kërçovës, kënga popullore shqiptare është më shumë se melodi, është kujtesë, rrëfim dhe shpirt. Ajo ka jetuar brez pas brezi në zëra që nuk u lodhën kur së kënduari për dashurinë, për vendin dhe për jetën. Këngët dy zërëshe të këtyre viseve janë një formë rrallë e këndimit tradicional, ku dy zëra bashkohen në harmoni të përsosur. Janë këngë që këndohen me shpirt, shpesh pa instrumente, me ndjenjë të pastër dhe emocione të forta që shkojnë deri në thellësinë e kujtesës. Në këtë tradit të pasur, zërat e vëllezërve Sejdiu, nga Tetova, kanë qenë dhe mbeten një nga shtyllat e këngës burimore të Pollogut. Ata kënduan me zemër, me shpirt dhe me besim në atë që përfaqësonin kulturën dhe krenarinë shqiptare. Në anën tjetër, vëllezërit Dervishi nga Kërçova sollën një frym tjetër po aq të fuqishme. Zërat e tyre kumpues dhe të pastër i dhanë këngës kërçovare një dritë të re. Ata kënduan për vendlindjen, për kurbetin, për dashurinë dhe për nderin shqiptar. Në çdo varg të tyre ndihen rënjët e një populli që nuk haron, por e ruan për kushtimin, për trashëgiminë që i është besuar. Zoti i madh të ka beku, ti më dhe jetë, e ti më rrite, sa t'jem gjallë. E po ashtu, në kujtesën tonë, mbetet Haxhi Maqellara, zëri që solli për herë të parë këngën e Ganimetes, të njohur më parë si Lulkuqe e Kosovës. Kjo këngë e mbushur me dhimbje, me heroizëm dhe me dashuri për atë dheun, u bë simboli i shpirtit të gruas shqiptare dhe shndëroi këngën në rrëfim historik. Zëri i Haxhi Maqellarës nuk është thjesht interpretim, është frym, është kujtesë që gjallon në çdo zemër shqiptare. Dhe sot për të kujtuar e nderuar këto figura që i dhanë këngës shqiptare shpirt e dritë, ansambli i këngëve dhe valleve shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka përgatitur një koncert mirënjohjeje, një mbrëmje për t'u thënë faleminderit për çdo këngë, për çdo varg, për çdo emocion që na la trashëgimi. Në koncertin që kishte përgatitur ansambli këngëve dhe valleve shqipe këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut për hir të veteranëve të këngës shqipe, të pastër ama, sidomos asaj dy zërëshe, kam kënaqësinë që të intervistoj një personazh të cilin moti e kam në plan për bisedë, se këshuni kam gjithmonë bisedat moti në plan dhe më në fund ja ku jemi bashkë edhe u kënaqem duke shijuar këngët e bukura që ju na i servoni gjithmonë. Jeni një arkiv i këngës popullore, sidomos asaj të Malësisë Sharit. Pra bëhet fjalë për vëllezërit Sejdiu dhe po flas tani për momentin me Jashar Sejdiun. Më thoni fillimisht se gjatë kohës që i dëgjoja këngët ti performoni, e mendoja kush ua ka treguar këto këngë, nga i keni mbledhur? Unë ju falenderoj pra që zgjodhet të bëni një bisedë me ne. Dhe do të kalojmë një në përgjigje. Këngët ne në fillim, kur kemi filluar, kemi marrë prej të vjetrive, prej gjishit tim, edhe prej bashkëtarëve tjerë. Kështu që njerë kemi filluar të marrim këngët e vjetra, pastaj kemi duke u menduar, kemi marrë edhe këngët e vajzave, me qëllim që atëherë, para 50 vjetë e bëhet fjalë,
nuk u ndrote që vajzat del në radio apo në televizion dhe kështu që këngët do të mbyshin dhe do me thënë nuk u ndëgjoshin asnjëherë. A ishte lehtë, nuk ishte lehtë sepse atëherë thonin njerëzit këndojnë këngët e vajzave këto. Po ne kishim misionin tonë. I morëm këngët të gjitha sa menduam se me që se ka edhe ndë shumë, por shumicën e këngëve i morëm, i kënduam dhe tani edhe sondu kënduan disa nga ato këngë që i kemi marrë për vajzave. Për shembull, Skuta që Caucës, disa këngë tjera. Vjeshto moj virane. Vjeshto moj virane është këngë, mendoj burimore, popullore? Këngë burimore, popullore është. Kënga Vjeshto moj virane vjen nga fshati Bozoc dhe përshkruan vojtjet, hekat e gjithë atëhershëm të njerëzive, sepse nuk kanë qenë të vetëdijshëm se kanë kërkuar punë, por nuk kanë qenë të vetëdijshëm ku dhe se ku i qenë për punë. Kur kanë ardhur në Tetov, edhe dikush i ka marrë dhe ka thënë do t'ju gjejmë punë dhe i kanë dërguar në burg. Edhe ato kur e kanë pasur në burg, edhe atëherë shpresat i kanë bërë të gjithat pra. Shumë këngë të Bozovcës dhe jo vetëm, po të Malësisë Sharit, më bukur të themi, i keni ruajtur me shumë përkushtime dhe dashuri, si që thatë edhe vetë, ndoshta dikur ka qenë turp, po tash nuk o turp, besoj që gjithë me shumë kënaqësi ju dëgjojnë dhe sonte ishte një natë falënderimi për ju, po unë mendoj se sado mbrëmje që të bëjmë për ju, nuk mund t'ju dalim hakut në përgjithësi. Të kthehemi te Shari, nga që edhe unë jam vajzë Shari, edhe di se asnjë punë Shari nuk është bërë pa këndu. Për shembull, shkon te Ara, bën punët, patjetër ka qenë aty mes njerëzve edhe kënga. Edhe prandaj thash parës unë se Shari është një xhehe ende e pashfrytzuar. Atje i ngjeri një kompozitor Ismail Hoxha më ka thënë Jashar, atje ku e hudh kopaqin, shatin, atje del dzehe. Edhe ne, atje ku prekim na del dzehe, na dalin këngë. Edhe kështu që lumi jaj që i kultivon. Mirë po, për keqardhje e them, nuk ka. Mu më vjen keq që mbas njeve nuk ka njëri që e ndjek rrugën tonë. Edhe prandaj ja kemi dhënë për detyr, për obligim vetes me vllaun që derisa të jemi gjallë ta kultivojmë. Mirë po, tha Zoti që na ka dhënë gjemt. E ka trashëguar dikur zërin? Jo, djali s'ka trashëguar këngën, por ka trashëguar artin, kështu që sikur mos të ishte ai, këngët tona nuk do ishin shesh, por mbi 300 videoklipe i kam nëpërmjet djalit tim. Ai tash ka kryer edhe fakultetin për televizion, për film dhe montazh. Dhe kështu që ajo është një ndihmë e madhe për ne që e kemi, domethënë, në çdo hap në ndjekë, në çdo këngë. Ja bile edhe sonte këtë koncept, ai prej fillimit deri në fund e ka xhiruar, që është një gjë shumë e mirë për koncertin. Sa i përket të themi muzikës burimore të Maqedonisë së Veriut, Sharit, Këshovës, karakteristike janë këngët dyzërëshe, të cilat shumë bukur koordinohen. A është mësuar kjo apo është biologjike, ju ka ardhur kështu spontanisht bashkë me vllaun? A të shkon zëri edhe me dikë tjetër si me vllaun? Mu më lërë përshtypje kur erdhëm prova për natë për dje Besarta, këngëtarja e ansamblit, solistja. Besarta të Vjeshto moj virane e kam pa vesh ka qajtë mbas. Ajo di që na thënë edhe për dje. Tha, kur ju shoh ju vedive, më duket se edhe kur bisedoni në duhet bisedoni. Por si një ko 50 vjeçare, t'jeni bashk, do të thotë ajo është shumë. Edhe kështu që këngët dyzërshe, po që se këngët tetovare, edhe të Sharit, po që se nuk është zëri ditë. Iso, do me thënë, nuk e ka atë që duhet të ketë, për shembull, këngën tradicionale. Ne tani ndëgjojmë shumë këngë këto që janë tetovare, po kënga tetovare, por kënga tetovare duhet dihet se është tetovare. Ne mund ta këndojmë bilizik në dorë, ne mund ta këndojmë Strakoja Caucës, Skuta që Caucës topa topa. Për shembull dada da Skuta Shmelara, ajo është e jona. Mirë po, tash e këndojnë në mënyra të ndryshme, po që se nuk hiri zëri i ditë. Ajo këngë bie prej asaj. Domethënë 50 me 50. Të dy zërat janë shumë të rëndësishëm. Nuk është zë për cjellës, po është zë shumë i rëndësishëm. Mirë po, mu vllau shpesher më thotë, unë thot jam autostrada, ti je shoferi, po që se, unë thot po që se ti ndonjë grop bie, thotë ne kalon, e ka fjalën, po që se pak e ulzoni, na i menjerë më unë, lajfit e mune dhe kaloj, do me thënë, distonoj, apo do me thënë, me të vërtet zëri i ditë është autostrat për këngëtarin, se për ato hidhjet e zëri që bëhen, po që se nuk i ke zërin e ditë i s'mundesh. Unë e di se e hedhi zërin, mi po e di se e tjetëri e mba dhe unë e bëj çdo ati. Ato Shqipëri që i thuan lulet. Unë e këndisi, a kupton. Ani mi kanë thonë se shumë shëtejtën natën. Është një nga këngët më të preferuarat mijat. Nuk e di nëse e kanë të gjithë publiku, po unë për vete, dëgjoj shumë shpesh.
Edhe sidomos një veçantë, këto këngë vetëm a kapella dua t'i dëgjoj. Po. Me instrument mendoj se prishen. Prishen, Ku po, ka dy shumë- zëra, shumë- nëse futet një instrument, e prish muzikën. Shumë bukur thuaj. Kënga, more mi kanë thënë se Shetitë e natë është një këngë e pollokut. Këndohet në fush, këndohet edhe në marsi. Për shembull, marsi pak më ndryshe, fusha e këndon më ndryshe, mirë, po çajo është, çajo melodia. E tash unë dhe vllau kur e këndojmë, ne mundohemi ta këndojmë si e këndojmë ne nga shari. Këtu në fush këndot, po ne këndojmë edhe kështu, mendoj si në pollok, edhe si në marsi, do me thënë, kjo është, pra te thash unë se kemi pasuri të jashtëzakonshme të melosit. Mirë po, më vjen shumë keq se shumë pak punohet. Është e vërtetë. Edhe ne tash po mundohemi me vllaun që neve për 3-4 vite në u botuar një libër në gjuhën angleze në Institutin e Vjenës. 20 vjet në ka ndjek neve Instituti i Vjenës, nëpërmjet një profesori etnomuzikolog, edhe kështu që ato botuan libër. Ne jemi krenar që jemi të parët rapsot nga gjithë trojet shqiptare, prej se ka filluar instituti prej 300 vete këndej, në botohet libër neve. Ajo krenari për shkak se ati ceket nga jemi, si jemi, shari, çka është, zakonet, adetet tona. E kjo ishte shumë e rëndësi. Prandaj mundohemi që gjitha këngët tona mbi 405 vjet deri 500 t'i futim nota në partitura, do me thënë në nota që të ngelin bas. Kjo është ajo trashëgimia jonë, po që se këngët tona ngelin me nota. Po që se nuk janë, dije se këngët që duken bastradhohen. Edhe hinë të lava. A ne të lavan e urejmë tepër. Armiku maj i të lava si jam unë edhe vllai. Të të drejtë. Ne ju urojmë shumë jetë gjatësi që të na këndoni gjithmonë, sepse mendoj se kënga ju ka mbajtur të ri, edhe të vazhdoni kështu të qëndroni të ri, edhe vërtet sinqerisht në emër gjithë atyre që e përcjellin këtë intervistë, ju falenderojmë dhe ju urojmë shëndet, keni jetë gjatësi të na këndoni pafundësisht. Faleminderit. Edhe unë të uroj ti, po shiqir Zotit, e lave atë kujtohet kur më thënë njërë misafir për Kubën, një televizion. Po. Edhe nuk naftuot, mirë po sot e quhet në bend. Ju falenderoj shumë nga zemra, ju dëshiroj suksese dhe di se luje derën e keni, nuk e di e ke, është ju e luje derën, e shumë mirë. Nëse s'ke punë, thot luje derën, po ne edhe lujmë derën që të kemi punë. Shumë bukur. Ju Falenderit shumë. Suksese edhe juve. Falemderit që kënduat me shpirt e me zemër. Falemderit që na ruajtët këngën ashtu siç ruhet një kujtim i shenjtë. Ju paqim gjithmonë me zërin, me dashurinë dhe me këngën që nuk shuhet kur. Kur të në mjere, mali e bën qomë lule saj zeza.